thuaj një çerek shekulli më parë, unë një vajzë fare e re, me intuitën e moshës pafajshme, rash në dashuri me Fatosin. Atëherë sigurisht nuk e kuptoja pse, por tani e di, kisha rënë në dashuri jo thjesht me Fatosin si person, por shumë më shumë se kaq. Kisha rënë në dashuri njëkohësisht edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe. Dua t'i them edhe një herë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më dhe mundësin të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Faleminderit që edhe vetën tënde, të gjithën, pa kursim, për mua, për ne, për vendin tonë. Imati ishte i pari që më foli për demokracinë, i pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës, dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. I thon një fjale, vdis pa të dua, po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor buri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndën rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshim pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh që nuk do t'i hapësh më syt. More deri dhe ata që të kallën në burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, veç ta shije se si t'i kanë qëndisur, aq bukur fjalët e admiratës tyre. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam bukë, por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit ti, më vjen krejt natyrshëm të mos të them lam të mirë, po thjesht mos vdek shkur Fatos Nano. Si që ndoqët, ishin disa momente nga omazhet dhe ceremonia e përcjelljes së Fatos Nanos. Një nga njerëzit jeta si thua zë. 35 viteve, si bashkë me një në korin e madh, korin e fuqishëm, ishte një nga zërat më të rëndësishëm të 35 viteve të tranzicionit, të cilat ne i vijojmë edhe sot e kësaj dite. Tranzit, shkojmë, po s'dihet për ku. Se tranzit njeriu ikën diku dhe ndalon. Bën dhe 3-4 ndalime, por në fund zbret diku. Këtu jo. Që nga momenti kur Fatos Nano mbydësit të gjithë miqtë dhe armiqtë u bën me të, miqtë ishin sigurisht, lavdet panumurta, që edhe vetë Fatos Nano po të ringjallej do t'i vinte shumë rëndë. Do i natosi dhe do kthej prap me vrap të vendi. Po t'i shikonte të gjitha ato që u thanë dhe është karakteristik jona. Ndaj dhe kemi shpikim shumë gjëra, ndërtojmë shumë gjëra. Jemi të habitshëm dhe bëjmë gjëra çuditshme. Tani, kjo është dhe arsye që unë e marr këtë temë, domethënë, dhe do të përpiqemi të themi diçka për atë që përfaqësonte Nano, po dhe për Partinë Socialiste, për atë që ai ka bërë për vendin mirë dhe për ato gjëra që ai ka bërë keq. Tu tani të gjithë këta njerëzit që kanë ndërtuar këtë vendin tonë, bashkë me ne, gjithë, kanë bërë gjëra të mira, po dhe gjëra të këqija. Jo të pakta. Them unë. Ermal Asimja, politolog analist, faleminderit Ermal. Më lexova një shënimin tënd që ishte më duk shumë i vërtetë dhe tash të mora në telefon me njerë. Se mos kam të njërë tjetër, por nuk para lexojnë edhe është betet e unë shpëtorë. E kapën portales, para televizionëve. Dernis Dynja Avion Tjetë, Anditela dhe Entona Bilekaj. Në lidhje direkte, unë do të kem Arben Mala, ish Ministri Financave, bashkëpunëtor i afërt, shumë i afërt me Fatos Nanon, faleminderit shumë. Faleminderit. Pastaj do të jetë më ka kërkuar me insistim dhe ullë si Azergji për të thënë një dy fjalë, nuk e di çfarë ka e di gjitha, por do ta pyesim dhe ta dëgjojmë dhe atë. Tani, së pari një mendim nga se cili, sa më të koncentruara, se pastaj, pasi të mbarojmë, të do të kemi dhe zotin Flamur, thash,
pritje do të jemi, dhe më thënë do bisedoj dhe me atë. Jo për këtë problem, Edhe i çoj një buqet me lule. Probleme tjera, një mendim nga secili për mënyrën si shkomentuar figura e Nanës këto ditë. Dhe më thënë, si që thamë, ne nuk themi fjalë të këqija për të vdekurën, por ky është një rast i kaluar në ekstrem. Janë thënë, është foru vetëm mirë. Si mendoni tani, Dermal, si mendoni këtë çështje? Çështja është kur je person privat, është tjetër gjë dhe vlen ato normat tradicionale shqiptare, kurse kur je person publik, pastaj aty është tjetër gjë. Aq më tepër sepse analiza që ti bën një personi publik është dhe analizë standarde që ai person ka sjell. Në një farë mënyrë ti i tregon edhe të tjerëve se çfarë standardi përkrah ose mbështet. Meqense përmendat e postimin tim, mund edhe mos ta kisha bërë fare, me thënë vërtetën, se s'kisha një nxitje të madhe, nëse kjo histori do kalonte me lavdërimet e zakonshme, por mendoj që u egzagjerua shumë, dhe mendoj që ky është problem, sepse pikërisht i japim njerëzve, i japim edhe brezave të rinj, në fakt, idenë e disa standardeve që unë i konsideroj shumë të ulta në politikë. Kështu që prandaj unë nxita dhe ta bëj edhe statusin në Facebook, që pastaj e morën dhe disa portale dhe me sa duket pas kanë nxitë dhe ty për të më ftuar këtu. Jo, për mua e shumë i dëshiruar në përgjithësi. Dakor, jo vërtet më ke ftuar dhe tjetër, po. Dhe unë me kënaqësi vi. Por kjo ishte arsye kryesore. Domethënë, kur je person publik, nuk mund ta nashkalohen gjërat aq kollaj sa kur je person privat. Dhe thash nuk do ta kisha ndërmarrë këtë status, nuk do ta kisha shkruajt, nëse s'do ta kisha gjetur komplet të egzageruar dhe të pandershme atë që është bërë në fakt me analizën e Nanos. Qoftë do ishin thjesht ato lavdërimet e rastit, do kishte një lloj problemi. Por është një problem që ne kemi përgjithsisht shqiptarët. Pash një dy komente, një dy persona që shkruan i thoshin pse si ke thënë këto gjëra kur ka qenë gjallë etj. I kam thënë fakt saktësisht atëre kur Nanon e propozuan, ose ishte ideja se as nuk e propozuan në fakt për të bërë president. Dhe në fakt ata që e lavdrojnë tash janë ata që nuk ja pranuan kandidaturën si president. Dhe kam thënë pikërisht edhe atëre që nuk mund t'i harrojmë edhe t'i fshim ato gjëra që të vërtetën që ka pasur për qeverisjen e Nanos asaj kohe, thjesht tash sepse kaloi disa kohë dhe nuk ka më impakt ose nuk do të kishte impakt pastaj si president. Gjërat duhen thënë ashtu siç janë thënë. Qeverisja e Nanos ka qenë qeverisje e korruptuar. Këtë e kanë thënë praktikisht të gjithë ata që kanë qenë aty, në një mënyrë ose një tjetër, e kanë thënë edhe si kundërshtar politik, e kanë thënë edhe brenda partisë edhe në 100 mënyra tjera, madje e kanë thënë në mënyrë as pak etike, sepse kanë përdorur lloj-lloj epitetesh dhe gjithçka. Unë në statusin tim as nuk e kam fyer Fatos Nanos si person privat, as nuk e kam akuzuar për një gjë nga jeta e tij personale, private, siç kanë bërë shumë të tjerë në fakt, sepse mendoj që nuk është e drejtë që të merresh me jetën personale të njeriu, por thjesht jam marrë me standardin e qeverisjes që pati ai. Dhe unë mendoj që ky standard ka qenë shumë i ulët për Shqipërinë. S'ka pasur asgjë për të marrur shembull aty ose për të frymëzuar. Zoti Ylli. Jo, po që dikush më shkruan për këtë problem dhe është interesante, po do ta kem më vonë komentin. Po s'kam qenë i vetmi, ja, nuk kam qenë i vetmi. Jo, sigurisht. Ka pasur falë edhe të tjerë që Zoti Mala, ju keni qenë një bashkëpunëtor i afërt. Me Malen të lutem, bashkëpunëtor shumë i afërt i Fatos Nanos, me penelata kështu në vizatim të shkurtër të saktë, jeni dhe pak në konflikt interesi, se ju e donit Nanon më shumë se edhe lidhjet ka njeriore, se kemi misit tona, lidhjet tona e gjithë. Si njeri si mik, por mbi të gjitha si politikan. Kush është Nano për ju? Sigurisht që unë publikisht e them që kam qenë krenar, që kam qenë pjesëtar i qeverisë së pajtimit kombëtar dhe kam qenë me fat që kam bashkëpunuar me një nga ekspertët më të mirë të ekonomisë së vendit tim dhe pikërisht mbyllja e skemave piramidale, organizimi i konferencës donatorëve në muajin tetor 1997, krijimi i burime financiare për vendin, krijuan rezultate që duhet jetë të makshme, sepse Einstein thotë një gjë që nuk matet nuk ekziston. Kështu që kolegët kur bëjnë konkluzione, se të thuash për korrupsion, nëse di duhet ta çojë në prokurorit, ti bëhet derë vendit tënd, jo të bësh pjesë të debateve në studio. Kështu që në këtë aspekt, atëherë
cilat janë kolonat kryesore të trashëgimisë të Nanës në këndvështrimin tim. I respektoj të gjithë, ka mendimin e tyre, mund të thonë gjithçka, por ajo që është e vërtet. Korrupsion Shqipëria ka, do ketë, siç ka dhe vendet e tjera me institucione më të konsoliduara të Shqipëria. Por nëse shikon në dinamik kalbëzimin nga korrupsioni, besoj se referencat janë gabim. Atëre kishte, por nuk kishte një kapje të shtetit nga biznesi, nga oligarkia, nga element të tjerë, por kishte dobësitë e saj si çdo qeveri tjetër. Drejtijet janë për këdo, qoftë për individët me status publik, qoftë për qeveri. Po, edhe Ermali, unë nuk do të bëj avokatin e tij se e bën vetë, po këtë ish duke thënë. Ish duke thënë një gjë shumë thjeshtë që askush nuk mund të shmanget tani të kaloj në baltë dhe të mos prek baltën. Si shta zonja e ti. Ajo familjarisht atë të ty. Po ja të tregoj, Arben, që ta shtirojmë bisedën. Ja të tregoj një moment. Unë për shembull nuk e kam dashur Fatosnanën dhe ai nuk ka dashur mua asnjëherë. Mos themi gjë tjera që nuk kanë lidhje, e kupton, të mos vazhdojmë, por gradualisht pas ikjes së të gjitha, unë mendoj që Nano është një figurë që më shumë i ka bërë mirë Shqipërisë. Se sa keq. Por korrupsioni, një minutë, korrupsioni nuk e ka pjellë Fatosnano. Ja një sekundë, vetë. Më kujtohet për shembull Ndere Legisi që ishte në partinë tuaj, një buri ndershëm e gjitha, i iku dhe u bë fermer. Më kujtohet që i iku një Fatosnanos dhe i tha, shiko, tani është fushata dhe po unë nuk kam tha qindark. Se dhe është pa shpita dhe pa gjë dhe pa makinë, tha, duhem para, tha, në duhet në një lek për fushatën, që të bargjoshim benzina, nafta, gjithë. Ndrej tha, ty të kemi caktuar për ndershëm. Pra, një njeri vetëm nuk mund të jetë njeriu që është më i paqmi dhe të gjithë të tjerët janë të përlyer, e kupton? Ne nuk duhem të themi, nuk është Fatosnano rasti, që të themi ta bëjmë këtu ka shumë. Po statusi atë qëllim kishte. Ja. Ta bënte pistë. Ky po statusi tregonte atmosferën sipas meje dhe kon. Ne lexojmë edhe drejt për drejt, lexojmë në përjeshta, po më lejo të lutem të përgjigjem pyetjes kryesore. Përgjigju pyetjes kryesore. E Fatosnanos. E para është te Partia Socialiste, te riorientimi, te riorganizimi dhe te modernizimi i Partisë Socialiste. Sigurisht nuk e ka bëri vetëm, ka qenë plot personalitete të tjera të majtës që arritën që një parti që akuzohej si parti komuniste, me një organizim aq kapilar të mund të ristrukturonin pozitivisht dhe po të bëjmë analizë e tranzicionit shqiptar, Partia Socialiste ka mbetur një forcë dominuese në tranzicionin shqiptar. Është e vetmja parti në 35 vjet, unë Partinë Socialiste e kam parë me si parti që nuk e kam dashur, por është e vetmja parti... anashkalojmë veten. E vetmja parti plurale që ruante, brenda vetes ruajti, Partia Demokratike ishte kundërt e saj në gjithë sjelljen. Fatosnano ishte ai që ikte, kthej, i dim të gjitha këto. Ne po diskutojmë një moment tjetër që... Ja, të lutem. Po pra. Tani unë nuk do futem në shumë detaje, se më the që ke dhe konflikt interesi, po atë bidjen... Je pak, kupton. Edhe unë kisha ndërmend mos flisja, se edhe unë konflikt interesi, nuk e kam dashur. Edhe unë e kam dashur dhe respektoj dhe jam i jemi pak konflikt interesi dy. Më ka përgjedhur, më ka promovuar, s'kisha asnjë pas. Dhe mirë ka bërë, që ka bërë mirë me ty. Kështu që i dytë ishte institucioni i dorëheqjes. Fatosnano ka dhënë dorëheqje 5 herë. 3 herë si kryeministër dhe 2 herë si kryetar partie. Fatosnano mund të ketë gjithçka, po askush nga kolegët nuk e përçmon dot që nuk ishte ekspert për ekonominë. Dhe ishte një nga ekonomistët që i parapriu ndryshimeve duke folur publikisht para se të binte sistemi. Dhe Nano nuk ishte naiv të kuptonte që në të njëshi të pranonte të bëjë kryeministër. Bile ju e dini që ka hezituar dhe për të bërë kryetari i partisë, sepse dinte që do të pësonte ekonomia shqiptare, se kishte vite që studionte çfarë ndodhi në linje dhe si mund të përfitojmë ne nga eksperienca e tyre. Po dhënia e dorëheqjeve mungon dhe këto dy trashëgimi
Nano publiku ja ka dhënë edhe pas 2005-ës, pra ka 20 vite që ati njihet kjo, që krijoi një parti moderne, lejoi demokracinë e brendshme, lejoi mendrimin ndryshe, afroi kur do herë do heqje, edhe në rastet kur mund të rezistonte, por mbi të gjitha unë them që qeverisja për herë të parë në modelet e qeverisjes në Shqipëri, koncepti do ndajnë pushtet për të bërë shtet, është pjesë e filozofisë thelbësore të Nanos, dhe nuk ishte slogan. Ju ndoshta i mbani mend, kontrolli i lartë të shtetit ju dha opozitës, me idenë që opozita të ndihmonte mirëqeverisjen e vendit. Pjesa e opozitës, jo fituesi i merr të gjithë. Edhe kur Partia Socialiste ishte fituese, institucionet kushtetuese, KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, Banka e Shqipërisë, sistemi gjyqësor, në raportet proporcionale në parlament kishin hapësirën për të prezantuar kandidaturat e tyre dhe raporti bie dakord. Pastaj për zgjedhja ishte proces. Mund të shkonte te presidenti, mundet për ndonjë të kishte rezerva presidenti, por e bëri opozitën pjesë të qeverisjes së vendit në terma reale. Nga ana tjetër, vendimarrjet e Nanos për dorëheqje kanë pasur momente historike, nuk kanë qenë thjesht një inat i momentit dhe unë po iki. Dhe në këtë aspekt, ai dha një kontribut për mua inspirues, lidhur me vendimarrjet e rëndësishme në raport me sfidat e vendit. Unë po përmend 2 raste konkrete, kur Rama u bë kryetar i Partisë Socialiste, në zgjedhjet e para vendore, kishte shumë hezitim të merrte pjesë në fushat, sepse mendonte se nuk siguroi garancia e votës. Nano në atë kohë, dhe kemi diskutuar në një rreth të ngushtë, ishte i vetmi që mund të bënte një presion. Dhe presioni u bë nga takimi që Nano ka bërë me Berishën. Pra, njeriu që në 97, në mbledhjet parë të grupit parlamentar, u tha deputetëve që kërkojnë arrestimin e Berishës, që ju më keni bërë mit dhe unë po çmitizohem, dhe unë nuk bëj një mit tjetër që ta mbaj Shqipërinë në atë agresivitetin politik, është një koncept që nuk e gjën kollaj, dhe ne shikojmë se si po ecën politika shqiptare. Jemi okej. Vendimi që mori për të mbështetur kandidaturën e Bamir Topit. Pikërisht ne diskutuam. Po aty pastaj vin probleme, jo, pastaj aty ke pazar pastaj. Pazari pastër? Kundër të vetëve ditë mos hym aty. Që ne afër në atë takim. Të lutem, se po të ishte për pazar atë temi sa ishte. Po unë kam... Sa në të marrë verse, të se dim në se 6 deputetet... Po e dim atë. Të se ka inversion. Një pjesë deputetëve të këtyre vinin të gazeta ime? 1 minutë. Anton, një pjesë vinin të gazeta ime dhe pjesë të tjetër fort me Nanon. Pra ishin të ndarë, të gryer, të coptuar. Tani, më lejoni të asjaroj... Po se s'do kemi... Arben, sa më shkurt, të lutem. Ne e diskutuam, në qoftë se do shkonim në zgjedhje të reja, pra pas një krah politik nuk do të kishte 83 vota, sepse në atë kohë duhej me 83. Në qoftë se nuk do bëj një kompromis për të dalë nga kjo krizë, kriza politike do vazhdonte dhe kriza politike konkretizohet pasaj në krizë ekonomike. Dhe ram dakord, më mirë të mbështetet një kandidaturë, vendi të dalë nga kriza e zgjedhjes së presidentit, dhe kjo u bë me një lloj fisnikërie, jo me pazar, sepse ishte analiza në thelb, ishte përgjegjshmëri, edhe për faktin se nëse do hynim në një krizë të zgjedhjes presidentit, ne do të kishim probleme me procesin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, që u bë në vitin 2008 dhe që ishte investimi më i mirë geostrategjik. Ashtu si kur nisëm 2003-shin, procesin e rrugtimit drejt Europës me marrëveshjen e stabilizimit asociimit janar 2003, kur erdhi në Tiranë dhe prezantoi ish presidenti i Komisionit Evropian Romano Prodi. Pra, unë marr momente historike, nuk merrem pasaj me gjithë analizën. Njerëzit kanë të drejtë të ruajnë perceptimin e tyre. Sigurisht. Dhe kjo është diversiteti, është thelbi i sistemit ku ne përpiqemi të shkojmë, që nuk jemi ende. Unë kam i pyetje të fundit Arben, që e kam dhe për kolegët këtu. Nëse do të kthejmë kohën pas tani, është ende erët, shumë erët, por unë po e bëj një pyetje, le të jetë dhe pak provokuese. Mund të identifikosh çfarë është gjëja më e mirë që ka përfatos Nano, po ndonjë gjë të keqe i njefti? Sigurisht që unë thash për gjërat gjërat e mira i the, po më e mira fare, dhe një të keqe po që se ka bërë apo ja. Më e mira fare krijimi një modeli, krijimi një trashëgimie. Kjo është vizioni një lideri. A është lider që lë trashëgimi apo është thjesht një partie që do të fitojë në çdo rast të gjitha zgjedhjet?
Po? Nëse se do të them diçka për ato që duhet bënë më mirë, ishte marrëdhënia me median. Edhe pse janë raste sporadike, në momentet caktuara krijoheshin vështirësi, krijoheshin kriza, ashtu siç ishte rasti edhe i Nikol Lesit, ballafaqimi në parlament, që socialistët domethënë nuk e miratuan atë versionin që kërkonte Nano, edhe me atë përgjegjësinë grupi i ngushtë që fliste, që mos të mbetej Nano si një armik i medias, se në thelb ai krijonte konflikte, por nuk ishte armik, nuk përdorte influencën e tij. Paktën nëse do ta përdorte një influencë. Jam i qartë, unë kam një provë shumë interesante që është e vërtet kjo këtu aty. Dikur ne donim të ndërtonim një sistem për shpërndarjen e shtypit e të gjitha, dhe ai duke parë që do të rëmbenin ata që ishin më të fuqishëm aty, nuk e hodhi hapin, nuk e bëri. Po nuk e bëri dhe bëri mirë, mendoj unë, sepse e dinte ku do shkonte fitimi e gjithë. Ai ka plot gjëra të tilla, por nuk na thënë një të keqe tani, se një të keqe dhe mund ta kesh menduar ti apo s'do ta tregosh asnjëherë edhe pas Jo, pas dekës. Se edhe pas dekës edhe nuk tregojnë gjërat. Qa janë besë, të lutem, qa janë vese personale, i bëhet një analizë personale. Qa janë vese që dëmtonin qeverisin e vendit, po them, në këtë rast, duhet një marrëdhënie më mirë me median, edhe për faktin që ambienti social ishte i acaruar. E kishe pak arrogant, po, jo, e kishe pak arrogant, po ishte i shkëputur nga media. Vetëm kur nxej në një rallë shumë, po i shkëputur dhe më mirë i shkëputur se sa i ngullur të media. Arben, të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj dhe i përshëndes të gjithë kolegët. Dhe respektoj mendimin e tyre. Faleminderit, natë e mirë dhe do jemi në lidhje të tjera, jo vetëm lidhje, po dhe në studio. Faleminderit, natë e mirë. Pa tjetër. Tani, fare shkur tani, Trila, qëfar përfaqëson për ty, për shumë figura Fatostanas? Pak fjalë. Unë doja të ndaja Fatostanën si njeri dhe si politikana kryetari PS-s me Fatostanën si kryeministër. Për të gjithë familjarët apo miqtë e tij, sigurisht fjalët që janë thënë këto ditë janë vërteta dhe janë fjalë me të ndjenjat e tyre. Si kryetari i Partisë Socialiste sigurisht ka qenë një model i cili nuk vazhdoi më në Partinë Socialiste. Pra, e hapi partinë, i pranoi divergjencat e partisë, delegoi pushtet. Ajo mbledhja e famshme e KPD-s Partisë Socialiste, sado që u kthye në një teatr të keq për socialistët, por ndoshta ndihmoi dhe ndikoi edhe në emancipimin e klasës politike si moment. Por ndërkohë, Fatosnano si kryeministër, dhe unë kam punuar gjatë kohës që ai ka qenë kryeministër, për më tepër në mandatin e tij të fundit, pra nga 2002-2005, ka qenë jo kronologjit, lutem. Ka qenë kryeministër, ka qenë një kryeministër i cili në vlerësimin tim ka qenë i papërgjegjshëm. Pra, e niste punën vonë, nuk merre me punë, po merre me çdo gjë tjetër. Në kohën e tij, tatimet dhe doganat ishin në kulmin e korrupsionit dhe arritën kulmin e korrupsionit të tyre. Mbani mend atë periudhë dhe ishin pa drita dhe për periudha të gjata pa drita dhe askush nuk e vinte ujë në zjarr. Dhe gjatë gjithë kohës si kryeministër nuk mbaj mend, jo këto momentet që thotë Malaj, integrimi, stabilizimi, fare, por nuk mbaj mend vendimet e tij në shërbim të vendit si kryeministër. Për më tepër, dhe raporti i tij me median ka qenë shumë i keq. Pra nga zyrat e tij janë pushuar drejtues media sepse nuk i shkonin për shtat politikave të Fatosnanës. Janë pushuar do ti, vazhdimisht janë pushuar, edhe me atë tjerë. Po, tani krahasimin ne mund ta bëjmë me këtë periudhën tash dhe do na duket e jashtëzakonshme. I papërgjegjshëm thua ti dhe mua më duket pak shumë. Mendoj si në detyrën e kryeministrit. Ke shumë sakt, po më mirë i papërgjegjshëm se në Shqipëri kanë drejtuar shumë të çmendur. Pra edhe delegimi i kompetencave që bënden atë fond ndoshta mund të ishte pjesë e papërgjegjshmërisë. Ç'është krahasimi, ka drejtë Andi. Por me këtë kohën tash e krahasojmë dhe do na duket jashtëzakonshëm anoja si. Nëse mund ka dy mënyra krahasimi. Një mund ta krahasosh me kryeministrat që kanë ardhur më pas, dhe një mënyrë tjetër pse është ta krahasosh me atë që është një standard normal mesatar evropian. Ka një vlerësim absolut dhe një vlerësim relativ. Në vlerësimin relativ është shumë gjatë dhe shumë diskutueshëm. Në vlerësimin absolut dhe mund të themi që Fatosnano është duke qenë një pinjoll i komunizmit. Që erdhi si njeriu më liberal brenda Partisë Punës. Në krye të Partisë Socialiste ndikoi që ndarja jonë me komunizmin të ishte problematike dhe të vazhdonte të ishte problematike deri sot. Bashkë me zotin Berisha, pikërisht për këtë arsye kemi ne ndarjen problematike me komunizmin,
shumë më të vështirë se sa që nuk u bë kurrë dhe sot vazhdon të ketë i njëjti problem, ndryshe nga shumica e vendeve të linjës. E dyta është që Fatos Nano, pavarësisht tyre, sidomos pas burgut, arrit të krijonte një filozofi liberale dhe sigurisht propërndimore për vendin, deri përpara burgosjes ai ishte enverist, në qoftë se ju kujtohet e mbani mend që para se të burgoset deklaronte gjithsekush e ka një bab dhe nuk mund ta mohojmë babën tonë. Po, se mohoj babën e vet dhe kjo është një gjë. Pas burgut ai ndryshoi. Pas burgut ai krijoi një parti liberale, jo akmarse, demokratike. Problemi i tij është që liberalizmi dhe demokracia e tij neutralizoheshin nga mungesa e stabilitetit dhe nga kaosi. Liberalizmi ekonomik që krijoi kur ishte kryeministër neutralizohej nga korrupsioni dhe nga evazioni fiskal që përmendi Tela ishte i jashtëzakonshëm. Vizioni që kishte ai me projekte fatmesme, disa projekte të cilat u trashëguan dhe në qeverinë Berisha, neutralizoheshin për shkak të mungesës vendimarrjes. Pra, në fund fare çdo gjë e mirë që duket sikur sillte Fatos Nano, në fund shndroi nul, sepse rezultati ishte i diskutueshëm. Dhe kjo është fakti që ai la një trashëgimi të diskutueshme, më të diskutueshme se të gjithë kryeministrat e tjerë. Denis? Të lash tani për të se unë lexova një opinionin tënd dhe më duk mjaft interesant. Unë besoj që jam pak a shumë në një frekuencë me Ermalin. Mendoj që Nano ishte një pragmatist që vepronte me instiktin e interesit dhe është, besoj unë, politikani numër 1 që krijoi themelet e interesit në qeverisje, që do të thotë krijoi korrupsionin, pra krijoi arkitekturën e korrupsionit në mënyrën se si qeveriset. Pra, çfarë bëri në raport me Berishën? Qofse kishim autoritarizmin në kohën e Berishës, erdhi Nano pas burgut me idenë që do hakmerej. Ndërkohë, Nano kishte një projekcion tjetër, tha, pse do hakmere mu, duke qenë se me pushtet bëj para, bëj lobim, bëj përfitim, dhe përdori gjithë pushtetin e vetë, jo për tu hakmarë, se nuk do i përdonte asgjë hakmarja, por i krijoi një begati. Ndërkohë, në të 5 herët, duke marrë edhe si kryetari PS-s, edhe si kryeministër, ky është një ikatar, ky nuk është një dorëheqës. Ky i ikte përgjegjësisë. Po i ikte përgjegjësisë sepse mendonte që mund të luante me pushtetin në raport me forcën që kishte. Po këta i sikin fare më valla. Po një sekond mos ne po flasim për Nanon. Ne po flasim për Nanon tani. Se çfarë bëjnë këta? Do të flasim në raport me Ramon. Po Nano ikte, po kishte të paktën stafin e kishte në rregull. Pra kishte njerëz me kapacitete qeverisëse. Ministrat ishin kapacitete me inteligjencë mbi mesatare. Sot ke njerëz anonim në parlamentet dhe në qeverisje. Do ta krahasojmë kështu, nuk ka është dita me natën. Qeverisja e socialistëve, nëse kjo quhet Parti Socialiste sot, me qeverisjen e Nanos, janë komplet dy gjëra si nata me ditën. Sepse në raport me Nanon, Nano nuk ishte në qeveri, po kishte njerëz që qeverisnin. Ose kishte njerëz që kishin një lloj përgjegjësie në raport me portofolin që kishin, ose kishte këshilltar që të paktën mund të jepnin mendim. Sot këtu s'ka këshilltar, nuk dihet kush e këshillon Ramën. Pra, imagjino. Asnjë s'ka patur. Kush? Nano? Për shembull doktori. Nano s'kishte këshilltar? Ja, djo. Doktori. Ka pas. Për shembull vizite dhe i këshillonte ai këshilltarët. Po jo, në rregull. Prap kalove te doktori. Jo, Nano ka pas. Jo, i këshillonte ai këshilltarët. Ka mos pashkon një kohë. Po Kramos Pashko i këshilltar aty, jo këshilltarit. Nano nëse kishte një gjë. Këshilltari rëndësishëm i Nano. Ishte kuptu këtë gjë. Unë s'do jem vetë, po të paktën do kem ca njerëz që mbulojnë atë ku unë nuk jam. Ore tani po të them doktori i këshillonte këshilltarët. Po është doktori më burr, prandaj mirë diferencën. Duket. Po pra, po brenda këtij do diskutojmë. Nano si qenj nga që ishte doktori ujk tani, se kështu po. Jo, nuk po them. Nano ishte njeriu që frymëzoi doktorin në refraktarizëm. Nano provokonte gjuhë refraktare me mënyrën e vet si të qetë, po ishte provokator. Nano i kujtonte Bashkim Fino se pash sot dhe pamjet e KPD-s famshme. Mos rri me mirin e xhike, si thoshte, se janë bërë edhe njerëz që nuk jetojnë më tani dhe po përmendim emra. Pra as zoti Fino si jeton më, as Nano, as Kashtës, Çiçai, siç e mbajmë. Në rregull, pra në rregull. Tani ky ishte Nano, pra, që i shantazhonte njerëzit me gjëra që ndodhin në jetën private, por edhe publike. Se ne kemi bërë emisione, unë ka të vetin, unë kam timin, ca tjerë ka. Po, sigurisht. Por me që kam vdek ata ne bëjmë emisionet tona, do një kuptim, se të bëjmë pak edhe humor të zi në këtë rast. Tani. Po dua të them që... Ta futim pak se është ora shumë më vonë. Jepi. Në Malezi, a i zgjuar që tot... Edhe kjo Allen Nanos ka, po all tjetër. Kam frikë se
Ky do ketë në një shumë ekstreme kundër nanos, besoj se nuk në këto orë që rizgjuar, ora 3-4 aty. Tani orë që ti që me ndonë për këtë gjë, si në shkebun, po, të lutem se ama përgjon këtu dhe sjell letra. Lutem. Sus, dori për ama. Tani, duke qenë që nga viti 2003-2005 unë kam qenë në Shqipëri, në atë kohë kam qenë edhe këshilltari Selim Muçës, që ka qenë kryetari i komunitetit musliman. Selimi, po. Nano do kujtohet nga muslimanët e Shqipërisë një nga njerëzit më islamofobë në historinë. Nuk I donte islamikët po aty? Ortodoksë. Se ortodoksa. Jo, që nuk I donte, por edhe I vodhi shumë. Me qenë se po flitet edhe për korupcionin e nanos, në vitet 2000... Do me thënë, një minut. Nuk I donte komunitetin musliman, thua ti? Nuk e donte, por... Ai kur erdi pasaj do kishte futur, si musliman do kishte futur Saliu në burg. Nuk do ta fuste Saliu këtë. Se I bie që muslimani e ka futur në burg. Një dhe gjini dhe muslimanët nuk rinë bashkë. Ardhjen e socialistëve në pushtet dhe të nanos, në Shqipëri, nano nxiti një konflikt fetar dhe islamofobi shtetërore. Ju e keni parë këtë? Nano deklaronte pasi erdhin pushtet që... Ka patur islamofobia, po jo. A mund ta vëzoj? Se ti kujton, ke kujtes të fortë. Ja ta mbaroj Olsi, ta mbaroj para. Me qënë se ka tuar personalisht. Erdhi me deklarata që të fshinte 555 vite histori shqiptare, që nënkuptoi historia jonë osmano-islamike. Nano, kur u përplas me muslimanët e Elbasanit, kur donte që të vjedhte atë qendrën e Elbasanit dhe të bënte qendra biznesi, I apelonte elbasanlive që të refuzonin Haxhi Shamilin por të shkonin me Konstantin Kristoforidhin, të refuzonin Ferexhet por të pranonin progresin që I pretendon. Tjetër përveç kësaj të fesë. Nano së bashku me Ramën në atë kohë cënuan edhe myftiun e komunitetit musliman, Petar Myftarin, për grupën e Hajtin për Ramën mosuaj se ai është shprehur që është edhe musliman, edhe ortodoks, edhe katolikore. Aroje Rama I ka të 3 fetë. Rama bëhet që të duash ti. Është që të duash Rama, me Babamondin. Babamondin do të kryohet dhe shteti Babamondit tu. Që ti... Tani, diqo, Rama është pa din pa iman, por Fatosi kishte një sens ndoshta të trashëguar, nga që ishte edhe ortodoks, urrejtjes kundër Islamit, dhe në atë kohë do më thonë... Sta pranon asnjëri nga këta. Ju keni qenë vetë... Po mirë më të mbarojnë pastaj... Jo, mirë bere, unë të thash hajtë të thuem, ore mund të thuar që duar, njeriu thotë... Nuk e kishte për njeriu thotë që doj, po nuk ka lezet të zhvejku. Se nuk është se ortodoksët Shqipëri nuk I dunë muslimanët, është vetë njeriu individu. Jo, nuk po thot njeri që ortodoksët nuk I dunë. Po duhet pa kujdes formulim se keq kuptohet. Nano kishte sens të theksuar islamofobie, dhe këtë e ka treguar në për deklarata. Që më kujtua mua të në kohën e nanos, Nano nga që ishte dhe lufta amerikane kundër terrorizmit, dhe Nano nga një enverist marxist-leninist u kthye në një quisling amerikan, dhe ai e përdori... Olsi e përfundon sepse flamurin e kemi në pritje dhe thot Ika, dhe mua më mbeti emisioni. Është gjendje shumë e rëndë. Ta mbyll, ta ndërpres. Jo, thuaj 2 fjali dhe të ndihmohet flamurin të pijet një kafe aty poshtë stafi urgjentë, se s'është as Endri Meksi ish jashtë Shqipërisë. Se Endri shërben po me mund të rinte me pronarin, po nuk është. Përdori luftën amerikane kundër terrorizmit, për të persekutuar musliman, për të arrestuar hoxhallar, qishin e guri që të përgjonte në për xhamira, dhe kulmi I persekutimit do të vi me vrasjen e Saliti Varit, kur regjimi Nanos do të çojë policin brenda komunitetit musliman,
do të arrestojmë miftimin e Tiranës Selim Stafën, nën kryetarin që ju e keni mik Ermir Gjinishin, dhe komuniteti musliman do të trajtohet sigurisht e një organizatë kriminale dhe terroriste. Në anën tjetër, gjuha që nano do përdori, vazhdon që do denoncohet edhe urdhra? Nuk kemi mes e mikën në faktori tjetër. Do denoncohet si ajo rryma labo vllahu ortodokse nga... Pra, ti ke mendimin më negativ për Fatosnanon. Nano i dha fuqi komitetit kulteve. Një regulator Ishte një perfekt. fashist kundër komunitetit musliman, e shkatërroi komunitetin musliman. Olsi, okej, dashur, faleminderit shumë. Xhallarët parroga, mbylli xhamira dhe do të kujtohet si një njeri shumë i urryer dhe islamofob. Okej. E mbylla. Të falenderoj shumë. Falenderoj. Që ndryrë vetëm në... Vetëm me një kështu. Shiko, do të themi ndonjë gjë vetëm për shkak se... Jo, po kjo është pjesën se është me ndikim në publik kjo çështja e fesë. Mendoj... Po le ta mendojmë është. Po mirë, le ta mendojmë, s'du t'i ndryshoj mendimin aty. Po thuaj dy fjalë. Por për nanon mund të flasim shumë çka, pa përgjegjësinë totale, korrupsion, gjithçka tjetër, po që ta cilësosh si anti-musliman mund duket krejt jashtë logjikës normale. Pse? Sepse i dha fuqi komitetit kulteve, që ka qenë mos gaboj kryetari Ilir Kulla. Dhe në atë kohë pati një rregullim. Ilir Kulla thotë. Po. Ka pas një rregullim shumë të mirë, të paktën në marrëdhëniet ndërfetare për t'i dhënë komuniteteve atë që kishin nevojë. A kanë komunitete nevojë dhe sot më kanë, që t'i jepet hapësirë etj. Pra xhamia e madhe u bë vetëm para pak kohësh që u inaugurua. Kështu që në këtë kuptim është pastaj politik e qëllimshme që Olsi e ka për hesabet e veta që e bën këtë gjë. Po të fajsosh Nano tani si islamofob, Nano ishte aq jashtë orbitës për këtë histori sa plus si gjithë politikanët në Shqipëri kanë pas gradualisht kanë pas nevojë ta ndihmoni që Flamuri të afrohet tu dhe të thotë edhe ai diçka për Nanon te kjo pjesë. Ndrohet me një nga kolegët këtu që ka mbaruar sfoluri, se kemi shumë gjatë, vjen Flamuri thotë një gjë kështu dhe ulemi te tema që kemi. Ndihmoni, ju lutem. Okej, jemi, të ngjitet. Pra, Tela, të thash... Këto kishe ti. Jo, unë i thash, por do të thënë nëse ti do ta krahasosh pastaj Nanon si kryeministër, me Edi Ramën si kryeministër, me Berishën si kryeministër, kanë disë nivele. Nëse do ta krahasosh si kryetar partie, me Edi Ramën pastaj që është e njëjta parti, ka krahasime në larg vite dritë nga njëri tjetri, me mënyrën se si kanë imponuar demokracinë apo kanë hequr demokracinë nga partia, me mënyrën se si i kanë bërë emrimet, pra në kohën e Fatosnanos mblidhesh kryesia PS-s dhe diskutoheshin me orë të gjata emrat e personave që do merrnin postën parti apo do kandidonin për deputet. Kurse tani, për mbledhje që zgjasin 10 minuta, ke shpalljen e emrave dhe shpalljen e emrave publikisht, jo vetëm për partinë, po për gjithë Shqipërinë nga sallat e asamblesë apo të kryesisë Partisë Socialiste. Okej, atëre faleminderit Telati të vi Flamuri, spostojër që këtë vendi, të thotë dhe ai diçka për Nanon, edhe të vazhdojnë. Edhe kolegë do rinë 5 minuta sa të flasë me... Po, atë ndrojnë, s'ka problem, live, nuk është... Dhe një spostova atje të vi Flamuri këtu, që... Zoti Flamur afro. Pra, përfundimisht, Ermal tani ti si mendon. Fatosnano, po se ne pas i vdes njeriu, ne edhe dëshmorë kemi bërë shumë kështu që nuk kanë lidhjere. Ose për shembull u vendos që dëshmorë do jenë, me që kishim 28.000 km2, u vendosën 28.000 dëshmorë. Kupton? Nuk ishte problem fare, ati mund të jenë vrarë shumë më pak, nuk e di tani, se nuk... Me statistikat e vetë... Po, ishin 28.000 km2, 28.000 dëshmorë. Ishin rreth 3.000 ca, në cilën futën edhe... Kam përshtypë dhe viktimat luftës. Jo luftëtar, jo partizan. Po pra të vi, jo, s'ka problemo. Futu. Jo, futet flet për Nanon edhe ikin këta, mbete mund me Flamurin. Nuk e besë, nuk futet me gazetarët, e ka urdhër partisë. Është urdhër partisë. Jo, atëre të konkludojmë? Okej. Konkludojmë. Cenzorëm dhe tërën kohës. Çështja kryesore është këtu. Çështja kryesore. Nëse ne duam që të ndërtojmë diçka në Shqipëri. Vendimi partisore, se këta kanë vendim nuk dalin me. S'ka probleme, largohemi ne. Qartë. Të gjithë më? Patjetër. S'është problem. Çështja është nëse ne duam që të krijojmë standarde modele, do duhet ta nisim këtë duke qenë serioz ke pjesa e vlerësimit personazheve publike këtu. Gjallë ose vdekur se s'ka rëndësi tash, s'është problem.
Do të thënë, nuk po merret njëri me analizën se si ka qenë Fatos Nano si individ, si ka qenë me familjen e tjerë. Do ajo është, unë gjithmonë kam qenë kundër kësaj gjëje. Do të thënë, qoftë edhe kur e ka bërë Berisha me Ramën me njëri tjetrin e tjerë. Çështja është te standardet. Në qoftë se ti, një qeverisë të korruptuar, fillon edhe e lavdron, e zbukuron, i fshe gjitha problemet dhe zbukuron pastaj çdo lloj gjëje minimalisht normale që mund të ketë patur, ka i problem sepse do thotë që e ke pranuar atë standard. Dhe do thotë që atë standard mund ta pranosh prapë në të ardhmen. Jo, po s'kemi se Mbylli një mandat qeverisës një dhe dekadenca e qeverisës Nanos solli në 2005 Berishën pushtet. Pra, ricikloi edhe një herë. Po në qoftë se Nano nuk do të largohej nga pushteti në 2005, do ishte ndryshe Shqipëria. Nuk e di ma do ishte ndryshe, po dekadenca e Nanos solli... Që e mbaj me në 2005... Dekadenca e Nanos, okej. Mendoj që 2005-a duhet të shënohet si një nga kulmet e Nanos, me ikjen e tij. Me ikjen e tij ishte nga kulmet e vjen një standardi të cilin Nderuar të shikues, këtë kishim për pjesë të dytë, intermezzo si thua, midis pjesës së parë dhe të dytë. Folëm edhe për Nanon, domethënë ne jemi në një gjendje që kemi vazhdimisht merrim vendime politike për njerëzit, kur ata, sidomos kur ata vdesin, që nuk i prishin punë askujt, bën njerëzit më të rëndësishëm të vendit tonë këtu. Këtë punë kemi, kështu në këtë mënyrë e shohim, në këtë mënyrë i zhvillojmë gjërat, dhe këta jemi. E kupton? Faleminderit shumë, ha? Faleminderit. Tani, fare shkurt publicitet dhe zoti Flamur me mua.